Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. As-salatu was-salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira. Amma ba'd. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshiruesit, falenderojmë të madhin Zot, Allahun, krijuesin e botrave, mirësitë dhe bekimet dhe mëshira e Tij qoftë mbi dashurin e Tij dhe dërguarin e Tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, si dhe mbi të gjithë ata besimtarë dhe ato besimtare që ndjekin dhe e pasojnë rrugën e Tij deri në ditën e Kiametit. E falenderojmë të madhin Zot që na ka dhënë të mira dhe begati pafund, ato nuk mund t'i numërojmë, por mjafton Islami dhe udhëzimi dhe pastaj të gjitha të tjerat le të kenë çfarë do lloj numri, pasi mirësia e udhëzimit nuk mund barazohet me ta, apo vlerësohet me të asgjë tjetër. Elhamdulillah që Zoti na ka mundësuar të kemi këto ligjërata para Ramazanit, që të përgatitemi pa ndonjë tematik të përcaktuar, pasi është lënë hoxhallarëve për zgjedhur ata çfarë shohin dhe mendojnë më të arsyeshme. Po për ne për një gjë jemi sigurt se këto takime na forcojnë inshallah imanin dhe besimin ton, edhe na parapërgatisin për t'i dhënë hakun Ramazanit inshallahu taala. Dhe sot kemi kënaqësinë dhe jemi të nderuar që kemi në mesin ton hoxhën e nderuar, hoxhën Irfan Tota. Me Irfanin faktikisht na bashkojnë disa gjëra që ndoshta nuk i kam me të tjerët, përveç pra le të themi islamit, besimit, angazhimit ndavet, është fakti që hoxha i nderuar kemi qenë dhe shok bashk në studime dhe na bashkon gjithashtu edhe baba i hoxhës, që është edukatori i tij i parë, po që njëkohësisht ka qenë dhe edukatori jon dhe i xhamatit ton, Hoxh Selim Tota, Allahu e mëshiroft dhe na bashkoft me të në xhenetet e tij më të mira. Kështu që pa humbur kohë inshallah taala, ja lej fjalën për këshillën e tij, për ligjëratën e tij hoxhës, dhe me shpresën e Zotit do të jemi pra së bashku sonte. Hoxh, Allahu shpërbleft, Zotit nderoft, jazakallahu khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Të gjitha lëvdat dhe falënderimet janë për Allahun, salavatet në profetin tonë alayhi salatu wassalam, dhe çdo besimtar i cili i ndjek gjurmët e tij deri në ditën e Kiametit. Vëllezër të nderuar, pas falënderimit të Allahut, natyrisht që falenderoj përzemërsisht vëllain ton Ahmedin, i cili me modestinë e tij ka hapur xhamin dhe zemrën që të prezantojnë dhe hoxhallar të tjerë. Ndoshta ata nuk do thonë diçka të re, mirë po ndryshimi i fytyrave, i mënyrës, bën që xhamati të përfitojë dhe të ketë dobi patjetër. Së dyti, kjo ula këtu në këtë karrike më kthen përpara më shumë se 25 vite. Atë kur isha akoma në studime, edhe Allahu e mëshiroft babën kur më tha hajde se do flas pak para xhumas për vas. Qëllimi ishte që të hoxhallarët e rinj të praktikoheshin, të mësoheshin me xhamatin, dhe s'ka dyshim që, siç thonë edhe pleqton, thonë është e vështirë që t'jesh pasardhës si një babaj të mirë. I lutem Allah të lartësuar që vdekurit tanë t'i falë dhe të mëshirojë dhe të na bëjë ne më të mirë dhe atyre njerëzve të cilët i përkujtojnë me dua. Vëllezër nderuar, meqense Hoxha Ahmedi s'ka përcaktuar një temë caktuar, do flas në disa pika më tepër për kujtim, me qëllim që t'i kemi parasysh në këtë prag Ramazani. Së pari, në muajin Shaban, tek i cili jemi, është muaj i veçantë i cili u ngjason me disa kohë. Profeti alayhi salatu wassalam, kur ka përmendur muajin Shaban, ka thënë, është muaj i cili gjendet mes Rexhepit dhe Ramazanit, thotë është në muajin në të cilin njerëzit nuk janë të vëmendshur, nuk janë të vëmendshëm, por janë të shkujdesur. Është muaj në të cilin ngrihen punët tek Allahu i lartësuar, prandaj dhe unë dëshiroj që kur të shkojnë punët tek Allahu, të ngrihen punët tek Allahu, të jem agjërueshëm.
Shikojmë nderuar vëllezër së pari se profeti alayhi salatu vesselam ka treguar për muajin e Ramazanit se ka vlerë të veçantë. Njerëzit gjithmonë kur përgatiten për një ndodhi të madhe, disa kohë përpara janë të pavëmendshëm me ndodhit, sepse e kanë mendjen tek ndodhia e madhe, siç është rast Ramazani. Prandaj tërheq vëmendjen që duhet të bëjmë diçka e cila të ndihmon që ta presësh Ramazanin siç duhet. Prandaj Aisha radhiyallahu anha, siç besoj keni dëgjuar, thot profeti alayhi salatu vesselam nuk kishte ndonjë hadith që në një muaj që agjironte më shumë se sa muaji i Shabanit. Në disa transmetime thot agjironte të gjithë muajin. Mirë po dietarët kanë thënë që asnjë muaj se ka agjëruar të plot, vetëm se Ramazani, por qëllimi është se ka agjëruar pjesën ndërmuese të Ramazanit. Madje ka lënë vetëm pak ditë, me qëllim që mos përngjasoj me farzin. Së dyti, kur thot profeti alayhi salatu vesselam, është muaj në të cilin njerëzit nuk janë të vëmendshëm. Kemi shembuj edhe në kohë tjera. Për shembull, i vetmi namaz që është përmendur në formë direkte në Kur'an është namazi i ikindis, ku Allahu i lartësuar thot: Hafidhu alas salati was salawati was salati al-usta. Pra falni rregullisht të gjitha namazet, në veçanti namazin e mesëm. Dhe ka në hadith Sahih Muslim që namazi i mesëm është namazi i ikindis. Namazi sabahut, sa po zgjohesh e fal namazin. Bëjmë fjalë, më thënë, flasim për ata njerëz që janë të rregullt, janë praktikant. Namazi i drekës në kohën e pushimit, i akşamit dhe yacis, i kthyer në shtëpi, në përgjithësi e ke mbaruar, ke përfunduar punën, ke mundësi që ta falësh namazin. Namazi i ikindis veçohet. Prandaj dhe është hadithi tjetër ku profeti alayhi salatu vesselam thot: men taraka salat al-asr faqad habita amaluhu. Ai që e lë namazin e ikindis do t'i shkatërrohen gjitha puna, do t'i prishen, do t'i anullohen. Pra rëndësinë e veçantë sepse është koha në të cilën njerëzit nuk janë të vëmendshëm. Apo dhe namazi i duhas, sepse është kohë pune. Ka rëndësi të veçantë që dini, më thonë që sikur ke dhënë 300 sa sadaka. Pika tjetër, profeti alayhi salatu vesselam thotë që dëshiroj që unë të jem agjërueshëm. Pse? Pra së pari sepse duhet të jemi vëmendshëm ndaj adhurimit të Allahut para se të vijë Ramazani, dhe së dyti sepse punët ngrihen tek Allahu. Do thotë që bëhet një inventar vjetor, të gjitha punët ngrihen tek Allahu në muajin e Shabanit. Prandaj shikoje veten se çfarë po bën. Dhe puna më e mirë që bëhet është ajo që ka bërë profeti alayhi salatu vesselam, pra që ta agjërosh. Është koha, më thon, shumë e përshtatshme. Dita është e shkurtër, nata është e gjatë, freskët është. Prandaj njeriu shpeshherë, vëllezër, me qëllim që ta zbuloj veten, çfarë besaj ka të fortë besimin, të shikoj, të krahasoj dunjon me ahiretin, ose më saktë punët që bën për dunjon dhe punën për që bën për ahiretin. Nganjëherë kur je shumë i zënë me punë, nuk has drek. Ndoshta edhe mëngjes, jo vetëm darkë, sepse nuk të le puna. Pse ne nuk duhet që ta heqim drekën, ta hapim vetëm syfyr dhe iftar për hatër të Allahut? E kemi provuar, sidomos kur ka qenë në emigrim, që nuk i bie kohë, sidomos perëndimi i cili nuk të fal dhe nuk të lejon që të kesh kohë për ahiretin, vetëm për dunjan. Qëndrojnë vëllezërit tan me orë të tëra pa ngrënë dhe pa pirë, sepse nuk i le puna. Atëherë pse mos sakrifikojmë më tepër për Allahun dhe për besimin ton? Tjetra, agjërimi në muajin e Shabanit, përveç se është syneti i profetit sallallahu alaihi wasallam, e para përgatit trupin me qëllim që t'i dërgoj disa shenja dhe sinjale që po vjen muaji i Ramazanit. Dhe kur të fillojë muaji i Ramazanit është shumë e thjeshtë që ta agjërosh 30 ditë pa problem. Kjo ishte pika e parë që ka të bëjë me këtë muajin e Shabanit që i paraprin muajit të madhnueshëm të Ramazanit. Ju lutem Allah të lartësuar që të na mundsoj të agjërojmë sa më mirë dhe të
bëjmë sa më shumë punë të mira. Pika tjetër, nderuar vëllezër, të jesh i sinqert është shumë e lehtë për ta thënë dhe shumë e vështirë për ta realizuar. Allahu i lartësuar thot në Kur'an: "Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin." Pra i sinqert në fjalë, në vepra. O ju që keni besuar, keni frikë Allahun dhe jeni nga ata që thonë gjithmonë të vërtetën, mendojnë të vërtetën dhe praktikojnë të vërtetën. Thot një shehu i nderuar në Arabinë Saudite, thot: "Wallahi o vëllezër, ky ajet me mua ka bërë mrekulli. Sa herë që kam qenë i sigurt për diçka që Allahu do të realizojë dhe kam patur besimin dhe mbështetjen të plotë tek Allahu, Allahu i lartësuar ma ka realizuar atë." E dini atë historinë ati Arabiut, ati Beduinit, i cili kur ishte në luftë me profetin sallallahu alaihi wasallam, pasi përfundoi lufta, shpërndau plaskën e luftës. Kur ja dha profeti alayhi salatu wassalam, e pa me habi. Çfarë është kjo? Plaskë e luftës. Tha: "Wallahi nuk kam ardhur për këtë. Por kam ardhur që të goditem këtu edhe të jap lejetën për hatër të Allahut." Kur erdhi betejë tjetër, luftoi dhe ra dëshmor me lejen e Allahut të lartësuar. Kur e mori vesh profetin sallallahu alaihi wasallam, tha: "Saddaqa ma Allahu fa sadaqa." Pra ishte i sinqert me Allahun dhe Allahu i lartësuar ja realizoi dëshirën që kishte. Mua më pëlqen që të përmend disa shembuj aktual shqiptar o vëllezër, sepse shpesh herë na duket sikur ajo pozita e sahabëve dhe e gjeneratave të parë është e paarritshme. Edhe pse ata kanë qenë njerëz, mirë po Allahu i lartësuar ju ka dhënë pozitë dhe grada të larta për shkak se kanë shoqëruar profetin alayhi salatu wassalam, ose kanë qenë afër kohës së profecisë. Më tregon një vëllai i besueshëm dhe këtë historinë kur e kam dëgjuar për herë të parë, mund ta kam përmendur me vëllezër disa herë, sepse më ka bërë shumë përshtypje vëllezër. Bëhet fjalë për para 30 vitesh afërsisht, rreth vitit 94, atëherë kur sapo kishte rënë komunizmi, kishte filluar që të ringjalli dhe të lulëzonte Islami. Ato moshe vjetër, ata që e kishin ruajtur dhe mbajtur Islamin edhe në kohë të komunizmit, filluan që ta praktikonin haptas, dhe pastaj dhe rinia që filloi që të afrohej tek xhamit. Thot një vëlla që punonte në Komitet Musliman, thot merrdi një plak këtej nga Shqipëria e Mesme me një mjekër të bardhë dhe më thot, u fut në zyrë, më dha selam, tha: "O filan, unë dua që shkoj në haxh si vjet me lejen e Allahut." Tha: "Po inshallah," i tha. "O bab, inshallah do përpiqemi." Tha: "Kam parë në ëndër profetin sallallahu alaihi wasallam." Po tha: "Çfarë tha?" Tha: "Më tha që do të shkosh në haxh. Edhe unë me lejen e Allahut do shkoj në haxh." Tha: "Inshallah, të presim, mos vinë këta, sjellin këta të ftuarit e mbretit. Ma e pasaportën." Nxori pasaportën, të moshe vjetër e din, pasaportat e heshtme, letër njoftim ka qenë quajt me kapse, vetëm 2 fletë. I kam pas pa gjyshit, Allah më shiroft. Tha: "Nxori," tha, "urdhno letër njoftimin." Tha: "Po nuk bën kjo, se nuk e njeh shteti, nuk kalon dot në kufi." "Mirë," tha, "do e marr unë pasaportën, po vallahi unë do shkoj në haxh." "Inshallah," i thash, "Allahu ta realizoft." Vjen koha për të nisur për në haxh, vinë ftesat e mbretit, rreth 150 vet, shkojnë njerëzit në aeroport për të përcjell ato haxhilerët. Shkojnë atje, vjen avioni i madh, Boeing 400 vendsh, bashkë me ta dhe zyrtarët e haxhit edhe ambasadori i Arabisë Saudite në Shqipëri që shkoi dhe i takoi. Pasi ju diskutuan pak, erdhën dhe ju thanë që të gjithë shoqëruesit haxhilerëve, kush e ka pasaportën me vete, të vit hyp në avion se do bëj haxhin. Vulat e letrat e vizat me vete aty në avion gjithë, edhe shkuan. Ai plaku me mjekër të bardhë ishte atje në cep. Shkon ky vllai dhe i thot, shkon tek një nga ato punonjësit e policisë dhe i thot ato ai kryetari,
që ishte i thot, kemi një plak, thot, ka dëshirë që shkojnë haxh. E thot, ka mundësi, thot, bëj një dhuratë në ty, vetëm ka mundësi që ta lesh të kaloj, sepse s'ka pasaport të re, ka shumë të vjetër. I thot, ky thot, pse vetëm ti je musliman, edhe unë jam musliman. Sille plakun shpejt to. Erdhi e mori e futi në avion. Shkoi atje, tha subhanallahu, të gjithë haxhilerët, ke parasysh shqiptarët të mbyllur në këtë burgun e madh Shqipërisë, gjithë shikonin çat blejnë, çat nëpër pazar, ky sa herë që kishte kotlir thoshte o filana, më shoqëron të shkojmë të bëjmë një tavaf nafile. Subhanallahu. Sa po u kthyn në Shqipëri e vëllezër ndroi jetë. Profeti alayhi salatu wassalam thot ai që e kryen haxhin siç duhet, kthehet tek shtëpia e tij si ditën që ka lind nëna. Pra ishte sinqert me Allahun, prandaj dhe Allahu ja realizoi dëshirat. Sa sinqert jemi me Allahun e vëllezër. Bëri përshtyp një fjalë një vllai, tha, njeriu do të jetë një person, jo dy. Kur je dy persona? Kur je me të tjerë dhe kur je vetëm. Mos ma trego besimin kur je në xhami. Si tha Omer radiallahu anhu, tha e një filanin, tha po, mos e ke pa duke tund kokën, tha në xhami. Atallet Omeri me fejnë vëllezër me namazin, e pa mundur, absolutisht. Por që njeriu nuk njihet në xhami. Pastaj tha, ke bë tregtime të, a ke udhëtu me të, pra nuk është atëherë kur cënohen interesat personale, atëherë duket besimi. Njeriu ka nevojë vëllezër që besimin e tij jo thjesht na kthehet si kulturë, si zakon, siç është bërë në shumë vende muslimane. E fal namazin pa e ndier. Shkon gjen një arab në Mekë 40, 50, 60 vjeç akoma s'ka kryer haxhin, se është kthyer haxhi dhe haxhilerët si diçka e zakont normale. Kurse ne na digjet shpirti që shkojmë qoftë edhe një herë në vit apo në haxh apo në umre. Nëse nuk ndihet namazi, nëse nuk ndihet Kurani, nëse nuk ndihet përmendja e Allahut të lartësuar, tregon që nuk e ke kryer siç duhet të adhurim. Pika tjetër është që në lidhje me Kur'anin që e përmendi dhe hoxha i nderuar Ahmedi, meqense po vjen në Ramazani, Allahu i lartësuar thot: "Innal ladhina yatluna kitab Allah wa aqamus salat", deri në fund të ajetit. Ata të cilët tilawe njihet që është kuptimi lexon Kur'anin. Lexon Kur'anin. Natyrisht që veprimi me pak, ose më sakt, më minimal që duhet bëj njeriu, të mendoj që do marrë sevape ku lexon Kur'an. Mirë po, nëse një person s'di arabisht, nuk lexon asnjë fjalë nga Kur'ani, mund të hyjë në xhenet. Problemi është që ti, kur e lexon Kur'anin, dhe shumica nuk e kuptojnë, as nuk përpiqesh ta kuptosh, aq më keq kur nuk përpiqesh ta praktikosh. Fjala innal ladhina yatluna kitab Allah, fjala tilawe, kanë thënë dietarët e tefsirit, ka kuptimin e ndjek Kur'anin. Pra e praktikon, përveç se e lexon. Prandaj thot Ibn Qayyim një fjalë të bukur, thot: "Mirë për atë person i cili ka kaluar kohën e tij duke kërkuar dituri, mirë po nuk e ka vënë në jetë. Thot sepse ditën e Kiametit do t'jetë duar bosh dhe përveç kësaj do t'i ketë argumentet kundër, sepse e ka ditë argumentin, por se ka praktikuar diturinë." Prandaj thoshte një profesor atje në Arabi Saudite, thoshte: "Kur ulesh në to mësime dhe këto derse, thot kujdes, sepse do t'jenë argument kundër teje nëse ti ato që i ngjon nuk i praktikon. Pra të ka arritur argumenti, nuk ke asnjë lloj justifikimi që të thuash nuk e kam ditë ose s'kisha informacion." Allahu i lartësuar, gjë më e mirë që afrohet njeriu tek ai është fjala e tij, sepse është mrekullia që e kemi mes nesh, mrekullia e përhershme në kundërshtim me mrekullitë tjera të profetëve, të cilët përfunduan me vdekjen e tyre. Kurse nga mirësia e Allahut që na e ka lënë Kur'anin të pastër, të ruajtur, që ta kemi deri në ditën e Kiametit.
Inshallah nuk do e zgjatim pasi u kemi marrë edhe kohën e akşamit. Tjetër të nderuar vëllezër, jetojmë në një shoqëri ku haramet janë të shumta, gjunahet janë të shumta. Gjithmonë kujto fjalën e Allahut të lartësuar: Qul inni akhafu in asaitu rabbi adhab yawmin adhim. Le të jetë ai slogani dhe ajo ajeti që gjithmonë t'ja kujtosh vetes. Thuaj unë kam frikë nëse u kundërshtoj Allahun, dënimin ditën e madhe, ditën e Kiametit. Mos mendo të nderuar vëllezër se një gjunah ndoshta nuk të bën dëm në zemër. Iblisi vetëm një herë kundërshtoi Allahun, nuk pranoi që t'i binte sejdë falënderimit Ademit alayhis salatu wassalam, por Allahu e mallkoi deri në ditën e Kiametit. Prandaj mos je, si thon dietarët, mos të duket gjëja më e rëndësishme pra kur je vetëm me Allahun. Kefri nga njerëzit, mos shikoj hoxha, mos shikoj filani, një person. Kur je me Allahun, duket sikur je i lirë të bësh gjunahe. Shejtani do shok me vete, o vëllezër. Nuk do që shkoj në zjarrin e xhehenemit vetëm. Kërkon shok. Kurse besimtari është ai i cili do që të shkoj me ata të cilët e tërheqin dhe e marrin me vete në xhenet. Prandaj dhe profeti alayhis salatu wassalam na porosit një hadith që kanë saksuar disa dietar: El meru ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalilu. Njeriu është në fen e shokëve të tij të ngushtë, prandaj secili nga ju të shikoj me kë shoqërohet. Dhe kjo është një pikë tjetër që pas Kuranit, atëherë shoqërinë, përzgjedh shoqërinë, sepse ata bëhen shkak që ti të fitosh xhenetin ose zjarrin e xhehenemit, kënaqësinë ose zemrimin e Allahut. E fundi dhe e mbyllim, të jesh besimtar i devotshëm në një vend ku haramet janë të shumta nuk është e lehtë. Mirë po është e lehtë për atë që a lehtëson Allahu. Dhe njeriu e njeh veten o vëllezër, secili nga ne ndoshta e ka një gjunah ose një haram i cili shpesh herë shejtani e tundon. Dikush e ka në fjalë, dikush e ka në shikim, dikush e ka në vonesën e namazit, pra dikush në thyrjen e kufive të Allahut, dikush në zbatimin e urdhrave të Allahut. Përpiqu që ashtu si shkruhen gjunahet, të kesh me vete gomën e pendimit. Ta pasosh më njëherë, si thot profeti alayhis salatu wassalam, ta pasosh veprën e keqe me veprën e mirë. Sepse kjo është qetësia më e madhe për besimtarin kur e ka kundërshtuar Allahun dhe më njëherë fal 2 rekate, jep një sadaka, përmend Allahun, me qëllim që ta shlyjë dhe ta heqat blozën e gjunahat që i vihet në zemër. Dhe puna më e lehtë, siç ka thënë profeti alayhis salatu wassalam, kur erdhi ai burri dhe i tha i dhuruar Allahut, janë shtuar shumë adhurimet e Islam, më thuaj diçka e cila i përmbledh gjitha. Çfarë i tha? Mos pushoj gjuha jote nga përmendja e Allahut, pra mos të jetë gjithmonë e njohur duke e përmendur Allahun. Ibn Qayyim i thotë o vëllezër, xheneti jot ndërtohet përderisa ti e përmend Allahun. Sa herë që ndalon nga përmendja e Allahut, ndalon dhe ndërtimi i xhenetit. I lutem Allahut të lartësuar që ta bëjë nga banorët e xhenetit. I lutem Allahut na fal, na mëshiroj. I lutem Allahut që na bëjë nga ata persona të cilët synimin kryesor kanë kënaqësinë e Allahut. I lutem Allahut na fal ne të vdekurit tanë. I lutem Allahut të shojë të smurët, të udhëzojë dhe të ruajë të gjallët. Walhamdulillahi rabbil alamin. Zoti ju shpëleft. Allahu shpërbleft Hoxh Irfani për këto këshilla, ja vleti pritja, me sa duket. Allahu të nderoft, Zoti shpërbleft, Allahu ta shkruajt për sevap, Allahu na bashkoft me të vdekmit tan në xhenetet e Zotit. Allahu turit e ta shkruajt për sevap ardhjen tënde në këtë xhamat që dhe këshilla dhe porosi me të vërtet
ishin gjëra që kemi nevojë të na kujtohen shpesh dhe vazhdimisht, sepse njeriu është që harron. Për këtë arsye tha Zoti, fadhakkir, përkujto. Përkujtimi është me e thonë herë mas here, dhe me të vërtetë ishin gjëra që kemi nevojë t'i kujtojmë herë mas here. Allahu të shpërblet, Zoti ta shkruaj për sevap, edhe ju vëllezër dhe motra, Zoti ju nderoft edhe ju shpërblet.